Pra, cila është më e mirë? Të kesh të drejtë dhe të jesh pesimist, apo të gabosh, por të jesh optimist? Kjo është një pyetje që qëndron në zemër të çdo ideje të madhe, të çdo lëvizje historike. Sot do të zhytemi thellë në një nga citatet më të famshme që përpiqet t'i japë përgjigje pikërisht këtij tensioni. Ky citat i Thomas Friedman, me siguri e keni dëgjuar. Është një nga ato fjalitë që të mbeten në mendje, apo jo? Tingëllon aq sakt. Dhe e dëgjojmë kudo, në përfjalime, në libra, biznesi. Arsyeja pse na kap kaq shumë është se arrin të bëjë diçka geniale. U jep një bravo të vogël pesimistëve, duke pranuar se shpesh ata e shohin botën më qartë, por në fund të ditës, gjithë lavdia, gjithë historia shkon për optimistët. Megjithatë, dhe ky është Chelsea, vetëm se diçka tingëllon bukur nuk do të thotë se është plotësisht e vërtetë. Pra, ja si do ta bëjmë. Së pari, do të kuptojmë pse na pëlqen kaq shumë ky slogan. Më pas, do t'i bëjmë një dush të ftohtë të realiteti. Pastaj, do të shohim paradoksin e vërtetë të progresit që fshihet pas tij dhe, në fund, do të gjejmë një rrugë të mesme, një lloj shpresë më të zgjuar. Okej, le t'i hyjmë thellë. Pse na kap kaq shumë kjo ide? Sepse është mjeshtrore. Nga njëra anë, i thot pesimistit: "Hey, e kuptoj, ti ke të drejtë shumicin e kohës." Kështu që të gjithë ne që e quajmë veten realiste, ndihemi të parë. Por pastaj, bam, bën një kthes 180 gradësh dhe thot: Po, por bota ndryshon fal optimistëve. Praktikisht, na jep leje të themi që kujdesi është i mirë, por guximi bën historinë. Mirë po, pikërisht këtu duhet të ndalemi pak. Po sikur ky slogan kaq i bukur të jetë thjesht një thjeshtim i tepruar, po sikur realiteti të jetë shumë më i komplikuar, më i rrëmujshëm, ndoshta po krijojmë një mit për optimizmin, një mit që nuk është plotësisht i merituar. Le ta gërmojmë pak më thellë këtë. Okej, tani është koha për dozën e skepticizmit. Dhe dua të jemi qartë, qëllimi nuk është të jemi cinik. As pak. Ideja është të bëjmë një kontroll të realitetit, për të kuptuar vërtet se si funksionon progresi përtej sloganeve të bukura. Problemi i parë me këtë citat është se krijon një ndarje false. Na e pikturon botën si një ndeshje futbolli, ekipi optimistëve kundër ekipit të pesimistëve. Por bota reale nuk funksionon kështu. Njerëzit që realisht i bëjnë gjëra të ndodhin, shpesh nuk i përkasin asnjërit ekip. Janë inxhinierët, planifikuesit, strategët. Këta njerëz nuk zgjohen në mëngjes duke pyetur veten: "A ndihem optimist sot?" Jo, ata bëjnë pyetje krejt të tjera. Pikërisht, forca e tyre nuk vjen nga një emocion, si optimizmi, por nga kompetenca, nga analiza, nga përgatitja, nga vëmendja e frikshme ndaj detajeve. Mendoje pak. Një ur nuk qëndron në këmbë nga optimizmi i inxhinierit, por nga llogaritjet e tij. Një kur për një sëmundje nuk gjendet nga shpresa e verbër, por nga testimi riguroz dhe skepticizmi shkencor. Ktu është problemi kryesor. Citati ngatron ndjenjen me aftësinë. Dhe kjo na sjell te goditja më e rëndë për këtë citat. Quhet paragjykimi i mbijetesës. Është një kurth mendor shumë i zakonshëm, ku ne shohim vetëm fituesit. Fokusohemi tek ata që ja dolën dhe harrojmë plotësisht të gjithë ata që dështuan gjatë rrugës. Dhe kjo, natyrisht, na jep një pamje krejtësisht të shtrembëruar të realitetit. Ja, shikoje këtë grafik. Është brutal, por i vërtet. Ajo fije e vogël aty janë sukseset, dhe ajo masa gjigante janë të gjithë dështimet që nuk i shohim kurrë. Ne mbajmë mend ato një optimist që ja doli, por harrojmë 99 të tjerët që dështuan, shpesh duke shkaktuar dëme të mëdha. Historia jonë është si një muzeu ku ekspozohen vetëm fituesit. Po të shihnim edhe të gjithë ata që falimentuan, po ideja romantike e optimizmit do të humbiste goxha shkëlqim. Kjo na çon në një pikë tjetër, që mund të duket e çuditshme në fillim. Pesimizmi nuk është thjesht të rish duar kryq dhe të ankohesh. Përkundrazi, mendojeni pesimizmin si sistemin imunitar të shoqërisë. Janë pesimistët ata që thonë: "Prit pak, po kjo çarje këtu, po kjo pikë dobët." Ata nuk paralizojnë progresin, ata e bëjnë atë më të fortë, duke ndërtuar mbrojtje. Dhe ky proces është kudo rreth nesh. Shumë nga gjërat më të mira që kemi ndërtuar nuk kanë ardhur nga shpresa, por nga frika e arsyeshme. Frika nga tirania krijoi kushtetuta dhe ndarjen e pushteteve. Frika se mos shembet një ndërtesë krijoi rregulla të rrepta inxhinierike. Këto nuk janë detaje të vogla. Ky është thelbi i një progresi të qëndrueshëm. Dhe pastaj vjen një pyetje tjetër paksa e sikletshme. Kush paguan faturën kur optimizmi dështon? Sepse le ta pranojmë, është shumë e lehtë të jesh optimist kur nuk je ti ai që rrezikon.
Një drejtor i pasur mund të flasë për projekte guximtare, sepse nëse gjërat shkojnë keq, ai nuk humbet shpinë. Pyetja që një skeptik do të bënte gjithmonë është kjo: optimizëm për kë? Dhe me parat dhe jetët e kujt po luhet? Mirë, deri tani e kemi sulmuar goxha këtë citat, e kemi shqyrtuar nga çdo anë, por tani le ta kthejmë medaljen, sepse pavarësisht gjithçkaje, ka një të vërtet të thellë brenda tij. Ai kap një paradoks themelor për natyrën e progresit. Dallimi kryesor është ky: pesimisti dhe optimisti bëjnë pyetje të ndryshme. Pesimisti shikon botën dhe pyet: duke parë si janë gjërat, çfarë ka më shumë gjasa të ndodh? Është një pyetje për parashikim. Optimisti, nga ana tjetër, pyet: duke parë si janë gjërat, çfarë është ende e mundur të bëjmë? Kjo nuk është një pyetje për parashikim, është një pyetje për veprim. Dhe historia, në fund të fundit, nuk shkruhet nga ata që e parashikojnë sakt, shkruhet nga ata që veprojnë. Pra, duhet ta mendojmë optimizmin jo si një GPS që parashikon rrugën, por si karburantin që e vë makinën në lëvizje. Për të nisur diçka të madhe, diçka vërtet të vështirë, shpesh duhet një nivel besimi që, sinqerisht, nuk mbështetet plotësisht nga faktet. Është kjo energji, ky guxim për të tentuar të pamundurën, që i ka hapur rrugën shumë prej arritjeve tona më të mëdha. Dhe historia është plot me shembuj. Imagjinoni të ishi në vitin 1800 dhe të flisnit për heqjen e skllavërisë, apo në vitin 1900 për të drejtën e votës së grave. Një analizë realiste do të thoshte: është e pamundur, sistemi është shumë i fortë. Dhe prap, ndodhi. Pse? Sepse disa njerëz vendosën që ajo që ishte moralisht e drejtë ishte më e rëndësishme se probabiliteti statistikor i dështimit. Pra, ja ku jemi. Kemi parë anën skeptike, por edhe fuqinë e domosdoshme të optimizmit. Çfarë bëjmë tani? Tani përpiqemi t'i bashkojmë këto dy botë për të gjetur diçka më të fuqishme se secila më vete. Sepse ka dy lloje optimizmi, apo jo? Ka optimizmin naiv, atë të tipit gjithçka do të shkojë mirë, që thjesht injoron problemet, edhe pastaj ka optimizmin e disiplinuar. Kjo është krejt tjetër gjë. Ky është optimizmi që i sheh pengesat, i njeh ato, ndoshta edhe më qartë se pesimisti, por refuzon të dorëzohet. Nuk është një ndjenjë kalimtare, është një vendim i vetëdijshëm. Pra, ndoshta zgjidhja ideale nuk është që njëra palë të fitojë, është një partneritet, një tension i shëndetshëm. Na duhen pesimistët në dhomën e planifikimit, ata që testojnë çdo gjë, që kërkojnë pikat e dobta. Por na duhen edhe optimistët në dhomën e motorit, ata që japin energjinë, që guxojnë të shtynë përpara. Njëri patjetrin është ose i rrezikshëm ose i paralizuar. Të dy bashk janë forca e vërtetë e progresit. Dhe kjo na sjell te ideja jonë përfundimtare, sinteza e gjithçkaje, shpresa e kthjellët. Çfarë do thotë kjo? Shumë thjesht. Të jesh pesimist në analizë, pra të shohësh botën siç është, pa iluzione, por të jesh optimist në vullnet, pra të veprosh me guxim për ta bërë atë më të mirë. Do thotë ti shohësh qartë të gjitha arsyet për të dorëzuar dhe të zgjedhësh të mos e bësh. Në fund të ditës, gjithçka përmblidhet këtu. Pesimistët mund të jenë më të saktë në parashikimin e botës siç është sot. Janë si komentatorë të shkëlqyer të ndeshjes, por janë optimistët ata që zbresin në fushë dhe përpiqen ta ndryshojnë rezultatin. Ata nuk janë aty për të parashikuar të ardhmen, ata janë aty për ta ndërtuar atë. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit. E ardhmja, padyshim, do të krijohet nga ata që guxojnë të testojnë kufit. Por pyetja është, si do testohen ata vetë? Si do të menaxhojnë këtë valë delikate mes kujdesit dhe guximit, mes asaj që shohin dhe asaj që shpresojnë? Ky ekuilibër, ndoshta, është sfida më e madhe e të gjitha kohërave.